Prokuroria ka kërkuar përgatitje të procedurave nga gjykatësi për fëmijë, për vajza që ushtruan dhunë mizore ndaj bashkëmoshatares së tyre dhe për djemt që ndihmuan me këshilla se si të ushtronin dhunë dhe incizuan dhunën, ndërsa më pas e kanë shpërndar videon. Prokuroria sqaroi se dy vajza të mitura më 30 qershor në oborrin pas një qendre tregtare në Shkup, në grup kanë ushtruar dhunë mizore dhe kanë rrezikuar sigurinë e vajzës 12 vjeçare. Ndërsa shtuan se në këtë veprim ka qenë i përfshirë edhe një fëmijë, por për shkak se është 13 vjeçar nuk mund të përgjigjet penalisht. Ata e detyruan të gjynjëzojë dhe të kërkonte falje, pastaj e qelluan me shuplakë dhe i shkulën flokët. Goditjet i shkaktuan viktimës lëndime fizike dhe një ndjenjë pasigurie, kërcënime dhe frike, ju shkaktua shoqes së saj, dëshmitares së ngjarjes dhe publikut. Këto skema dhunuese u kujdesën që t'i kishin edhe të filmuara. Njëri nga djemt ndihmoi në aktet e dhunës së duke ofruar këshilla, udhëzime dhe inkurajim se si të kryhej akti. Dy djemt bën një regjistrim video të paautorizuar të aktit të dhunës pa pëlqimin e viktimës dhe duke shkelur privatësinë e saj, ata gjithashtu dërguan regjistrimin e autorëve. Prokurori publik kërkoi që gjykata të saktojë mas kujdesi gjëjësisht që këta fëmijë që kanë probleme me ligjin të mos afrohen dhe të mos kenë kontakte mes vete dhe as me viktimën.